Një banor nga Fushkruja i është drejtuar redaksisë son për të bërë një denoncim publik lidhur me ndotjen që, sipas tij, shkaktohet nga kompania Shiaku Group, e cila operon me fabrikën e tullave në fshatin Luz. Sipas qytetarit, aktiviteti i përditshëm i fabrikës po ndikon rënd në shëndetin e banorëve, veçanërisht të fëmijëve. Shive që i kam po venit ke fabrika tullave. Fabrika tullave e Shiakëve në Fushkruj. Po i merr jetën fëmijëve. Ai shprehet se komuniteti nuk ka arritur të gjejë zgjidhje pavarësisht ankesave në institucionet përkatëse, ndërsa kërkon që shqetësimi të bëhet publik në mënyrë që situata të marrë vëmendje me autoriteteve përgjegjëse. Qytetari që denoncoi rastin shkruan: "Përshëndetje. Jam një qytetar nga Fushkruja dhe dua të bëj një denoncim për firmën Shiaku Group, sepse po na vrasin familjet me ndotjen që po bëjnë çdo ditë. Ju lutem bëheni publike se nuk po gjejmë zgjidhje në asnjë vend. Është fabrika e tullave në fshatin Luz. Mirë që janë kthyer dhe në biznes të fuqishëm në këtë zonë, por s'po pyesin as për shtet, as për polici. Këto po na vrasin me ndotjen që bëjmë."